Shpesh, a mund të jetë ankthi një magji ose mësues dhe kjo është një pyetje që ju më keni bërë. Dhe këtë pyetje e gjoj shpesh herë sidomos në kulturat tona ku besimet popullore janë të rrënjosura thellë, por është e rëndësishme të kuptoni një gjë. Ankthi nuk është as mallkim, as mësues dhe as pasojë dhe një forcë të padukshme të mbi natyrshme që po na ndëshkon. Jo. Ankthi është një reagim i natyrshëm i trupit dhe mendjes ndaj rrezikut, frikës, stresit të vazhdueshëm apo traumave të pashëruara. Është pjesë e sistemit ton mbrojtës, por ama kur kthehet ky ankth në problem, pikërisht kur është i vazhdueshëm dhe pa arsye të dukshme, kthehet në një çrregullim i cili kërkon kujdes. Në vend që të shpjegojmë ankthi me terma si magji apo mësues, është shumë më e shëndetshme të informohemi në këtë çrregullim, të kuptojmë veten dhe të kërkojmë ndihmë profesionale, ka psikolog, ka psikiatër, ka metoda terapeutike të cilat janë efektive dhe ndihmojnë realisht dhe janë shkencërisht të vërtetuara. Trupi dhe mendja jonë flasin dhe ne duhet ta dëgjojmë. Duhet të mësojmë të mësojmë trupin ton. Pse unë kam ankth? Dhe ankthi nuk është turp, nuk është dëmim, nuk është faj, por është një ftesë për të ndaluar, reflektuar dhe për të kujdesur për veten tënde sot, jo nesër. Tani, pranoje si një sinjal, jo si një kërcënim. Fol me të, kërko ndihmë dhe mbi të gjitha, mos u frikso nga vetja jote.